Të nderuar të krishterë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, por edhe ju teleshikues. Sot do flasim për një temë që ka lidhje me shërimin. Do të dini se Kisha Joane Ortodokse në datën 1 nëntor kujton çiftin e mjekëve shërues Ana Argjend, që shëroni me fuqinë e Zotit dhe me barna mjekësore pa para, Shën Kozmaj dhe Damian dhe në tyre Shën Theodota. Do të dini se gjatë vitit liturgjikal Kisha Ortodokse nderon shumë mjek Ana Argjend, pra shenjtor me profesion mjeku, që si thash janë Ana Argjend nuk merrnin para, të cilët përdoren shkencën e mjekësisë, por mbi të gjitha fuqinë e Zotit tek njerëzit, por dhe tek kafshët. Kemi 3 çifte Ana Argjend, Kozmaj dhe Damian, 2 çifte Kir dhe Joan, kemi të tjerë Ana Argjend dhe i kryeson dhe Shën Pandelemoni, mjek shërues. Por sot do të flasim temën se si Kisha Ortodokse shëron të sëmurët. Kisha Ortodokse, përveç se është shtëpia e Perëndis ku mblidhet populli i Zotit dhe adoron, falenderon dhe merr misteret e shenjta, është dhe një spital që shëron të gjitha sëmundjet shpirtërore, mendore, trupore, ashtu siç thotë dhe Shën Agustini. Kisha është spital për sëmurët dhe jo muze për shenjtorët. Ky fakt nuk duhet na çudis, sepse kreu i kishës është Krishti, bir dhe fjala e Perëndis, bërë bir njeriu për Shpirtin e Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari. Kur Krishti erdhi në botë dhe veproi në tokën e Izraelit, ai shëronte të gjithë të sëmurët, ashtu si i njoftojnë të gjithë ungjillorët. Shikoni se çfarë thon ungjillorët, do japim disa fragmente nga të 4 ungjillorë në lidhje me shërimin që bënte Zoti Krisht. Dhe fama ati u përhap në gjithë Sirinë dhe sillnin të gjithë sëmurët që vuani nga lëngata dhe dhimbjet ndryshme, të demonizuar, epileptik dhe paralitik, dhe ai shëronte, kemi tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 4, vargu 24. Tek Ungjilli i dytë, sipas Markut, na thuhet: "Dhe kudo që hynte në fshatra ose qytete ose në ara, vinin sëmurë nëpër tregje dhe i luteshin ti preknin qoftë edhe cepin e rrobës së tij, dhe gjithsa e preknin shëroheshin." E kemi te Ungjilli sipas Markut, kapitulli 6, vargu 56. Tek Ungjilli i tretë, sipas Lukait, na thuhet: "Dhe natori Jesui shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga fatkeqësitë dhe nga frymrat e liga, dhe shumë të verbëve u dhuroi të parin." Dhe ungjillori i 4, Joani, na tregon për një shërim të një paralitiku që kishte një kohë të gjatë paralize. Aty ishte një njeri i lënguar prej 38 vjetësh. Jesui, duke e parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohësh ishte në atë gjendje, tha: "A dëshiron të shërohesh?" I lënguari u përgjigj: "Zot, unë s'kam njeri që kur lëviz ujë të më fus në pellg, dhe ndërsa unë po shkoj një tjetër zbret para meje." Jesu i tha: "Ço, merr vigun tënd dhe ec." Njeriu u shërua, në atë çast mori vigun e tij dhe eci. Pra, Krishti shëroi një njeri paralitik, 38 vjet i paralizuar, që askush nuk mund ta shëronte nga mjekët. Por shërimi që u bënte Jesuit të sëmurëve ishte një shërim mesianik dhe një shenjë mesianike, që kështu të përmbushet fjala e profetit Isaia që tha për Krishtin: "Ai mori lëngatat tona dhe mbarti sëmundjet tona." Dhe Apostulli Petro e përdor profetin Isaia në letrën e tij të parë ku na thotë: "Ai veti mbarti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet të rrojmë për drejtësi, dhe me plagët e tij u shëruat." Sipas krishterimit ortodoks, sëmundja ekziston në botë vetëm për shkak të mëkatit. Nuk do të kishte as pak sëmundje, as fizike dhe as mendore, nëse njeriu nuk do të kishte mëkatuar i nxitur nga djalli ose satanai, siç na thuhet edhe tek libri i parë i Biblës, Zanafilla, ku njeriu u gënjye, Eva, gruaja e parë, pastaj Adami, burri i parë, dhe hëngrën frutin e ndaluar, që solli vdekjen shpirtërore dhe trupore. Sipas fjalëve dhe veprave të Krishtit, sëmundja është robëri tek djalli. Prandaj ka një lidhje të ngushtë sëmundja me mëkatin dhe djalli që është shkaktar i mëkatit, dhe këtë na i tregojnë faktet ungjillore. Shikoni çfarë na thuhet te Ungjilli sipas Mateut: "Dhe kur u ngrys, i sollën shumë të pushtuar nga demon, dhe ai me fjalë dëboi frymrat dhe i shëroi të gjithë të sëmurët." Pra kemi një lidhje ndërmjet demonëve dhe të sëmurëve. Tek Ungjilli tjetër, sipas Lukait, na thuhet: "Kur perëndoi dielli, të gjithë ata që ishin sëmurë me sëmundje të ndryshme i prunë tek ai, dhe ai shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre. Prej shumë vetëve dinin demon që bërtitin dhe thonin: Ti je Krishti, biri i Perëndis. Por ai qërtonte dhe nuk i lejonte të flisnin, sepse ata dinin se ishte Isu Krishti. Tek Ungjilli
sipas Lukait na tregohet më konkretisht për një grua të sëmur e kërrusur, e cila kishte një sëmundje jo thjesht nga fizike, por një ndikim demoniak. Dhe ai ishte një grua e cila prej 18 vjetësh kishte një frymë lëngate dhe ai ishte e kërrusur krejt, në asnjë mënyrë nuk drejtohej dot. Dhe kur Jesusi e pa, i thiri pranë vete dhe tha: "O grua, ti e liruar nga lëngata jote." Dhe vuri duar mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë dhe përlëndonte Perëndin. Dhe kur akuzuan Krishtin si shkelës të ligjit, sepse ai e bëri këtë shërim në sinagogë në ditën e shtunë, ai i përgjigjet skribëve dhe farisejve duke treguar pse vuanti kjo grua. A nuk duhej pra të zgjidhej nga këto pranga ditën e shtunë, kjo bija e Abrahamit, dhe që Satanaj e mbajti të lidhur prej 18 vjetësh. Pra kemi këtu një miksim të sëmundjes me ndikimin e djallit. Shërimi i sëmurëve ishte shenjë e mbretërisë së Perëndis, që tashmë kishte ardhur me fuqi tek njerëzit e sëmurë dhe të vdekshëm për shkak të mëkateve tyre dhe të skllavëruar nga djalli, që ishte zoti i vdekjes. Shikoni çfarë na thuhet tek Ungjilli sipas Lukait. Dhe Krishti ju drejtohet të kundërshtarëve të tij, që e akuzonin sikur ai, domethënë, bënte shërime me fuqinë e djallit. Por nëse unë i dëboj demonët me gishtin e Perëndis, mbretëria e Perëndis pra ka arritur tek juve. Kështu Krishti na tregoi që kur një njeri shlirohet nga mëkati dhe keqja, ai shlirohet dhe nga sëmundja dhe nga vdekja shpirtërore, dhe me ngjalljen trupore do shërohet dhe do marrë një trup ku nuk do ketë më sëmundje. Në mbretërinë e Perëndis nuk do të ketë as sëmundje, as dhimbje, as shpërëtim, por vetëm jetë të pambaruar, që na thuhet dhe në shërbesën e varrimit. Dhe tek libri i zbulesës, libri eskatologjik, që na tregon për jetën e përjetshme ose për jetën mbas ardhjes të dytë të Krishtit, për jetën trupore, na thuhet. Dhe Perëndia do të thaj çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më as brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan, dhe ai që rinte mbi fron tha: "Ja unë i bëj të gjitha gjërat të reja." Dhe më tha: "Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike." E kemi te libri i zbulesës, kapitulli 21, vargu 4 deri në vargun 5. Zoti Jezu Krisht këtë fuqi për të shëruar, këtë fuqi hyjnore, nuk e mbajti vetëm për vete, por ai zgjodhi disa apostujt dhe dishepuj dhe ju dha fuqinë e tij. Dhe ja u delegoi këtë fuqi kundër demonëve dhe për shërimin e njerëzve. Shikoni çfarë u thot ai apostujve: "Shkoni dhe predikoni duke thënë: mbretëria e qeve u afrua. Shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni." E kemi te Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargu 7 deri në vargun 8. Dhe përsëri tek Marku na thuhet: "Kështu ata shkuan dhe predikuan njerëzve që të pendoheshin, dhe shëronin shuveta dhe vajosin me vaj shumë të lëngat dhe i shëronin." E kemi te Ungjilli sipas Marku, kapitulli 6, vargu 13. Por apostujt këtë fuqinë shëruese që e dha Krishti, nuk e mbajtën dhe ata për vete, po ja u deleguan kishës apostolike, pra episkopëve dhe priftërive, që vazhdohen atë vazhdimsi apostolike që është dhe deri më sot. Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi, peshkopi i parë i kishës Jeruzalemit: "A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thras pleqtë e kishës, pra priftërinë, dhe ata të luten përmbi të dhe ta lyen me vaj në emër të Zotit. Dhe lutja e besimit do të shpëtojë sëmurin, dhe Zoti do ta mëkëm, dhe nëse ka bërë mëkate do t'i falen." Është letra e Jakovit, kapitulli 5, vargu 14 deri vargu 15. Kisha ortodokse i shëron të sëmurët me urata, egzorcizma, dhe në mënyrë veçantë me misterin e evqelisë, duke u mbështetur tek kjo fjalë që lexuam më sipër e apostullit Jakovit, që e përsëris: "A është i sëmurë ndonjë nga ju? Le të thras pleqtë e kishës dhe ata të luten përmbi të dhe ta lyejnë me vaj në emër të Zotit, dhe lutja e besimit do shpëtojë sëmurin dhe Zoti do ta mëkëmb. Dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen." Sipas kishës ortodokse, qëllimi i këtij misteri, pra të evqelisë, është shërimi dhe falja. Meqense nuk është gjithmonë dëshira e Perëndis që
të jetë një shërim fizik i plot, përmbajtja e misterit mbetet gjithmonë lutja e Krishtit që të bëhet gjithnjë dëshira e Perëndis. Pra, o bëv vullneti yt o Zot. Për më tepër, qëllimi i qartë i misterit është që nëpërmjet lyerjes së trupit të sëmurit, vuajtjet e personit mund të shenjtërohen dhe të mund bashkohen me vuajtjet e Krishtit. Në këtë mënyrë plagët e mishit shenjtërohen dhe jepen forcë që vuajtjet e personit të sëmur të mos jenë për vdekjen e shpirtit të tij, por për shpëtimin e përjetshëm në ngjalljen dhe jetën e mbretërisë Perëndis. Të dashurit krishterë, ne duhet të kuptojmë misterin e vuajtjes. Të gjithë njerëzit që vinë në këtë jetë kalojnë nga procesi i vuajtjes, pak ose as pak nuk i kanë shpëtuar vuajtjes, aq më shumë edhe vdekjes. Sepse vim me mëkatin stëgjyshor, vim me mëkatet prindërore, vim në një botë të kontaminuar me mëkat. Kështu që patjetër do prekemi nga sëmundja dhe nga vuajtja që sjell sëmundja. Por ka një ndryshim. Ata që durojnë në vuajtje dhe thrasin emrin e Zotit dhe kërkojnë ndihmën e kishës, vuajtjet e tyre fizike, edhe pse ato nuk pushojnë ose sëmundja nuk shërohen, ato bëhen për shërimin e shpirtit, pastrimin e shpirtit, por bëhen edhe për shenjtërimin e shpirtit. Dhe pra, këto vuajtje janë proces pastrimi, shenjtërimi. Kurse në të kundërtën, nëse një person sëmurët dhe vuan, por nuk e thet emrin e Krishtit, shan dhe mallkon, atëherë këto vuajtje bëhen për vdekjen e shpirtit. Këte kemi tek dy hajdutët që u kryqëzuan në krah të Krishtit. Të dy ata vuanin për mëkatet e tyre, por ndryshohen te njëri nga tjetri. Ai që ishte në djath, pushoi së shari dhe mallkuari dhe e qortoi veten dhe atë tjetrin në të majtë që shante dhe mallkonte, dhe ju drejtua Krishtit: kujto mo Zot në mbretërinë tënde. Dhe Zoti tha: sot me mua do jesh në parajs. Kurse ai në të majtë nuk pushoi së shari dhe mallkuari dhe të dy vdiqen, por vuajtja e njërit në të djathtë bëri që ai të shkojë në parajs, sepse besoi dhe kërkoi ndihmë Krishtit, dhe vuajtja e tjerit në të majtë që shavi dhe mallkovi dhe nuk kërkoi ndihmën e Krishtit, e çovi atë në ferr. Kështu që prandaj duhet shikojmë edhe se si duhet të përqasemi tek vuajtja. Tani le të flasim edhe për diçka tjetër. Është e vërtetë që vdekja do të vijë në mënyrë të paevitueshme tek çdo njeri. Të gjithë do vdesin. Edhe ata të cilëve në këtë jetë i është dhënë zgjatje nëpërmjet një shërimi, me qëllim që të kenë më shumë kohë të bëhen gati. Prandaj shërimi të sëmurit nuk është një qëllim në vetvete ose qëllimi përfundimtar, por është thjesht një mjet i dhënë nga Perëndia si shenjë e mëshirës së Perëndis dhe një hir për mundësi të mëtejshme të njeriut për të jetuar sipas porosive të Perëndis dhe për të korrigjuar gabimet dhe për të bërë gati për të hyrë në mbretërinë e Perëndis. Siç e shikojmë, Kisha Katolike Apostolike Ortodokse ndryshon nga shkenca e mjekësisë. Ajo nuk përdor barna ose terapi mjekësore, as nuk propagandon kundër tyre, pra nuk është kundër mjekësisë dhe kundër ilaçeve ose terapive, por vetëm në ato raste kur mjekësia, ilaçi, terapia bien ndesh me etikën e krishterë të mos respektimit të lirisë dhe jetës njerëzore të krijuar sipas ikonës së Perëndis. Tek besimtari duhet ketë një balancim të qartë mes fuqisë shëruese të Zotit, që është e plot në kishën ortodokse dhe transmetohet me misteret e shenjta, uratat, shërim që bëjnë klerikët ortodoks, por edhe asaj të ndihmës mjekësore. Pra kemi dy shërime, ai që bëhet në kishë me fuqinë e Zotit, por dhe ai që bëhet tek mjeku. Kemi një miksim të këtyre, por asnjëherë duke i përzierë me njëri tjetrin. Këtë na i sqaron shumë bukur dhe urtësia e Sirakut. Nderoje mjekun sikurse i takon, sepse edhe atë ka krijuar Perëndia. Prej Perëndis ai e ka dijen dhe prej mbretit ai merr dhurata. Dija e mjekut i lartëson kokën dhe lavdërohet përpara mbledhjeve. Perëndia nga toka i krijoi banat e njeriu i mençur nuk i neverit. A nuk u mbërsua nga druri ujët e hidhur që njerëzit ta pranonin fuqinë shëruese të saj? Vetë Perëndia u dha dije njerëzve që të lavdërojë me mrekullitë e veta. Me to bën shërim, zbuten dhimbjet, barnatari bën përzierjen e banash e kështu s'ka mbarim për veprat e tij. Kështu përhapet shëndeti mbi fytyrën e tokës. Biro, në sëmundjen tënde mos i prishur, por lutju Zotit e ai do të shërojë. Largohu së keqes. Pastëruaj duart, pastoje zemrën tënde. Kushto
me aromë, kushto ende dhe dhuratë të majme sipas pasurisë sate, po jepi vend edhe mjekut. Mos lejohet të largohet, se dhe vepra e tij është domosdoshme. Ka raste ku shërimi është në dorë të tyre, por dhe ata i luten Zotit që t'i drejtojë në njohjen e të vërtetës e të shpejtojë shërimin. Kush mëkaton para krijuesit të vet, rën në duart e mjekut. Pra, Siraku e sqaron rolin e mjekut, që është i nevojshëm, por mbi të gjitha edhe lutet tek Perëndia që është e domosdoshme. Çështja është duhet të jemi të qartë që e para kur jemi të smur duhet të drejtohemi Perëndis, të shkojmë në kish, të marrim misteret e kishës dhe pastaj të drejtohemi edhe mjekut. Nuk duhet pranojmë njëri dhe të përjashtojmë tjetrin, sepse ka disa gabime që janë ekstreme majtas edhe djatas. Flasim për ekstremin djatas, janë disa besimtar që e quajnë veten shumë besimtar dhe thonë ne nuk kemi nevojë për mjekun. Ne do të na shërojë vetëm Zoti. Dakor. Zoti mund ta bëjë këtë mrekulli kur ti nuk ke mundësi të shkosh te mjeku. Pra, je në një shkretira, je në pylla, si them në një vend të izoluar dhe s'ke mundësi të shkosh te mjeku ose s'ke mundësi monetare e diçka tjetër. Ose s'ke rreth e një mjek. Zoti mund ta bëjë këtë shërim, por kur ke mjekun, patjetër që Zoti kërkon që të shkosh te mjeku, sepse ne nuk mund ta imponojmë Zotin, dhe nuk mund ta detyrojmë Zotin të ndëry, por dhe Zoti shpeshherë bën sikur nuk dëgjon, jo se nuk i dëgjon dhe nuk ka fuqi për të na shëruar, por nuk na shëron drejt për drejt, sepse rrezikohemi të bijem në egoizëm. Pra që unë jam njeri i shenjtë dhe Zoti më dëgjon dhe më shëron. Kështu që për të na mbajtur të përulur, ai na drejton tek mjeku, që të kemi një mendje të përulur. Kjo ka ndodhur edhe tek shenjtorët, të cilët me lutjet e tyre shëronin njerëz, gjallë e vdekur për vete, ata nuk shëroheshin, por ishin të detyruar shkonin dhe tek mjeku. Prandaj, duhet pasur kujdes ky ekstremi djatas, po dhe ekstremi majtas, që mos besojmë se Zoti dhe kisha ka fuqi për shërim, po e ka fuqinë vetëm mjeku dhe mjekësia, dhe vetëm kur dështojmë tek mjeku dhe mjekësia, atëherë kujtohemi për Zotin. Ky është një ekstrem majtas që është shumë i gabuar. Pra, për ta thënë më thjesht, ka një ndarje mes shërimit që bën kisha apostolike sipas fuqisë dhe iris shërues të Zotit Jezu Krisht, që shëron çdo sëmundje dhe lëngat në popull, dhe shërimit që bën shkenca e mjekësisë, që shëron me ilaçe dhe terapi, por jo të gjitha sëmundjet dhe lëngatat tek njerëzit. Pra, kur shkojmë tek Zoti, ne duhet parashtrojmë çdo sëmundje, edhe ajo që për mjekësinë është e pashërueshme, siç sot është për shembull sëmundja e kancerit. Zoti e bën këtë shërim, sepse ai ka krijuar njeriu dhe nuk ka një vështirësi për Zotin ta shërojë një trup të smur edhe nga një sëmundje vdekjeprurëse që është kanceri, që mjekësia është e kufizuar. Pra, tek Zoti nuk kemi të kufizuar për të kërkuar ndihmë. Kurse tek mjeku patjetër duhet të jemi të qartë se ndihma mjekësore është e kufizuar, sepse aq është dhënë dhe aq mundësi kanë njerëzit. Po ashtu ka një dallim se si shërbej një prift ortodoks, një të sëmuri, që vjen me besim dhe kërkon shërimin e Zotit nëpërmjet mistereve dhe uratave të kishës, që siç tham kryen nga prifti ortodoks, dhe shërbimin mjekësor që bën një mjek i cili duhet shërbej me humanizëm, të respektojë dinjitetin njerëzor, të qëndrojë besnik betimit të Hipokratit. Për shembull, le ta kujtojmë se ata që bëhen mjek edhe sot tek kësaj dite bëjnë një betim të Hipokratit, një betim i lashtë. Me të hyrë në rrallët e antarëve të profesionit mjekësor dhe farmaceutik, betohem solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të njerëzimit. Nuk do të lejoj as në rrethana kërcënimi që dija ime mjekësore dhe farmaceutike të përdoren në kundërshtim me ligjet e njerëzimit. Pra, ky është betimi që bëjnë mjekët dhe duhet ta zbatojnë. Por asnjëherë nuk duhet ngatrohet rolet e kishës si trupi mistik i Krishtit me atë të mjekësisë për shërimin e smurve. Të tjera ilaçe përdor kisha, të tjera mjekësia. Kisha edhe kur përdor elemente fizik si vaj, vera, bukë, ujë, nuk i përdor këto në qëllim në vetvete, sikur ato kanë fuqi çuditbërëse, ashtu si përdoren barna mjekësore. Por me anë të këtyre elementeve fizik që ne çojmë në kishë, kisha nëpërmjet lutjes që bën Perëndis atë në emër të Birit dhe me anë të Shpirtit Shenjtë,
i shenjtëron këto elemente fizik, i mbush me hirin shenjtërues dhe shërues të Krishtit, dhe këto elemente fizik mbajnë të hir shërues dhe e transmetojnë nëpërmjet klerikëve tek cëmurët, të cilën marrin me besim. Për shembull, vera dhe buka që çojmë në kish shndrojnë në trup dhe gjak të Krishtit në kungatën hyjnore që quhet ilaçi i pavdeksisë. Ose vaj i bekuar çfarë është? Është vaj ulliri, po jo thjesht vaj ulliri, por që bekohet dhe shenjtërohet dhe kthehet në efqeli. Ose uji me uratat që bën kisha, hidhet me hedhjen e kryqit, ai bëhet ajazmos sepse mbushet me hirin e shpirtit shenjtë. Pra transformohen këto element fizik duke mbartur hirin shenjtëror, bëhet si en. Pra ndryshe është me barnat. Barnat thjesht janë elemente kimik në tokë, në bim, të cilat merren dhe jepen trupit i cili ka mungesa të këtyre elementeve kimik. Por këto barna nuk kanë fuqinë e Zotit. Pra që ti përdorim edhe barnat me ndihmën e Zotit, duhet që përpara se neve të përdorim barnat, duhet të lutemi. Kur ne lutemi, atëherë tek ato barna, nëpërmjet lutjes son, fuqia e Zotit hyn dhe ato barna e kryejnë funksionin kimik dhe shërues terapeutik tek trupat tanë. Prandaj, edhe kur marrim barna, ilaçe, nuk duhet i kemi ato si qëllim në vetvete sikur ato bëjnë mrekullin, por duhet të lutemi që dhe ato të jenë efikase. Po ashtu nuk duhet ngatërohet rolet e priftit me atë të mjekut. Do me thënë, prifti nuk duhet të heqë rrobën e zezë të priftit dhe të veshë rrobën e bardhë të mjekut, duke propaganduar në shërbesën e tij priftërore, ilaçe ose terapi që i takojnë mjekësisë dhe jo priftërisë, që është pra prifti është një ikonë e Krishtit në popull dhe në botë. Madje dhe i mjeku nuk do të bëjë rolin e priftit kur është në atë shërbimin mjekësor, sepse ai kur nuk mund ta bëjë misterin e priftërisë dhe nuk mund të luajë rolin e ndërhyrësit të Perëndisë tek njeriu me anë të lutjeve dhe bekimeve, ashtu siç e bën edhe prifti. Pra, ndryshe e ka rolin prifti, ndryshe e ka rolin mjeku, dhe këto gjëra duhet të jenë të ndara. Se ndodh ndonjëherë që prifti kur i vin besimtar, për shembull, pavarësisht se bën lutjen, por në vend që ti afrohet tek besimi në Krishtin dhe te misteret e kishës, i bën propagandë për ilaçet, i bën e çon, si them, ose i bën performancë një mjeku etj. Në vetvete kjo nuk është gabim, por nuk është qëllimi që ka një prift se si e trajton një besimtar ose një të sëmur që vjen në kish. Prifti duhet ta çojë tek Krishti atë, duhet i mësoj besimin, ta përforcojë në besim dhe t'i japi misteret. Edhe mjeku kur shikon një pacient që i vjen, nuk duhet i bjerë shkurt. Këto se janë punë për mua, janë punë për priftin ose etj. Dhe këtu mjeku nuk bën gabim kur ai drejton një pacient te kisha, te Zoti. Por ama në qoftë se mjeku e bën këtë për ta larguar pacientin dhe nuk bën ndihmën mjekësore, këtu ai po bën gabim dhe rolet po ngatrohen. Kisha ortodokse asnjëherë, edhe në sëmundje epidemike, vdekje prurëse si kolera, murtaja, gripi ose si ishte edhe Covidi, të cilat kanë prekur njerëzimin për gjatë shekujve, edhe pse ka këshilluar besimtar për kujdes nga infektimi, asnjëherë ajo nuk është tërhequr përpara këtyre sëmundjeve. Madje as dyert nuk i ka mbyllur, as nuk është distancuar nga çmurat e prekur në këtë epidemi, por ka qëndruar në përkrah të popullit të Perëndisë. Edhe siç e kemi edhe fatkeqësisht Covidin që ra si një epidemi botërore, pavarësisht se kisha përdori disa masa për të parandaluar parapjen e epidemisë, dhe për një farë kohë kisha të mbyllën, ato u hapën përsëri dhe shërbesat fetare vazhduan, kungata hyjnore u dha të gjithë besimtarët edhe me traditën që ka kisha ortodokse me një lugë dhe të gjitha misteret, pra kisha vazhdoi funksionin e saj. Dhe u lut Perëndis që Perëndia të ndërhyjë dhe të parandalojë këtë sëmundje që pavarësisht përpjekjes njerëzore duke si e pamundur. Kisha ka vepruar ashtu si Krishti i cili nuk u distancua nga çmurët, por mori mbi vete sëmundjet e lëngatat e tyre. Dhe ai shëroi duke i prekur
ashtu si preku edhe shëroi lebrozin, siç na thuhet tek Ungjilli sipas Mateut. Dhe ja një lebroz erdhi dhe adhuroi duke thënë: O Zot, po të duash ti mund më shërosh. Isuj shtriku dorën e preku dhe i tha: Po unë dua, shëro. Dhe në çast u shërua nga lebra e tij. Pra Krishti nuk u tëroi nga njerëzit të cilët kishin sëmundje epidemike dhe prapse. Lebra madje ishte një nga sëmundjet më efektive të asaj kohës dhe nuk lejohej që të prekej një lebroz, sepse jo vetëm infektohesh, por ai bëi papastër nga ana ligjore, kështu që lebrozët rinin larg njerëzve dhe kishin një distancë gati 50 metra, prandaj dhe vinin ato zilet, ato tingujt që të largoheshin njerëzve të tjerë. Por Krishti, që është mjeku i shpirtave dhe trupave tonë, nuk pati merak, shkoi dhe me fuqinë e Zotit e preku lebrozin, ja fali mëkatin dhe ja shëroi trupin. Këtë bën dhe kisha. Kisha nuk mund distancohet edhe nga sëmundje epidemike ose sëmundje të cilat janë infektive. Ne nuk mund t'i afrohemi një besimtari sepse ai mund të na dëmtojë jetën. Jo, kisha nëpërmjet klerikëve flasim, shkon tek ata, i takon ata. Madje do dini se në spitale, në shumë spitale të botës ka mjekë të cilët shërbejnë të smurët dhe i kungojnë me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Dhe ka raste kur mjekët, ata pacientët për arsye të ndryshme e nxjerrin jashtë kungatën, atëre prifti është i detyruar që ta marrë atë kungat dhe ta hajë vetë. Dhe do dini se kish në kish, ajo çfarë mbetet nga kungata, të cilët besimtarët e marrin me një lugë, e konsumon prifti ose diakoni. Dhe ja t'ju tregoj një fakt. Në kohën e pandemisë, kisha ortodokse në një farë mënyre u atakua duke thënë që juve duhet ishni dorë nga kjo traditë shekullore që t'japim kungatën hyjnore popullit me një lugë dhe me një potir. Dhe siç është bërë për shembull në Perëndim që japin në format e hosteve ose biskotave. Por kisha ortodokse edhe pse pati trysni edhe nga OBSH-ja ose nga shtetet e nga mjekët dhe diçka tjetër, prap kisha ortodokse në tërësinë e saj qëndroi shumë besnike. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi mrekullia, sepse u bën liturgji hyjnore, u kungua njerëzit dhe priftërinjt ishin ata që merrnin kungatën e mbetur. Por, po shikojmë statistikat, asnjë prift nuk vdiq nga kungata dhe nuk u smur me Covid. Sepse, sipas statistikave, duhet ishin ata të parët që duhet të vdisin dhe sot do të kishin një mungesë të madhe të klerikëve në kishën ortodokse. Po ja që po ata klerik janë sot e kësaj dite me shëndet të plot, sepse ku është Zoti nuk është sëmundja dhe ku është kungata hyjnore, si mund të hyjë mikrobi i cili e ka fuqinë tek mëkati. Dhe aq më tepër që kungata është trupi dhe gjaku i Krishtit, i cili është ai që shëron sëmundjet dhe lëngatat në po. Është Krishti vetë. Prandaj ne të krishterë ortodoks, ndryshe nga bota, nuk kemi ndot kur marrim kungatën hyjnore me një lugë, sepse ne besojmë fort që aty është trupi dhe gjaku i Krishtit. Kuptohet. Në vende të tjera ne kemi kujdes dhe duhet kemi kujdes, por kur marrim misteret e kishës, asnjëherë nuk friksohemi sepse aty është Zoti. Aty është fuqia e Krishtit, aty është fuqia shëruese dhe parandaluese e çdo sëmundje dhe infeksioni. Prandaj duhet të kemi kujdes sepse i ligu punon në atë të keqen, ai e hedh farën e dyshimit. Edhe gjatë periudhës së Covidit u trondit besimi i disa besimtarëve, edhe klerikëve, pse mos ta themi, u trondit, por ngjarjet treguan krejt të kundërtën, që Zoti e mbrojti popullin e tij. Madje shëroi të smurët, jo vetëm besimtarët, por shëroi edhe njerëzit dhe e ndaloi, e parandaloi epideminë. Ju duhet ta dini si një fakt që epidemia e Covidit ndaloi në Pashkën e tretë dhe u celebrua dhe Pashka e tretë, atëherë epidemia u zhduk dhe u zhduk edhe gjithë ajo infrastruktura që parandaluese siç ishin edhe vaksinat dhe diçka tjetër. Pra, asgjë nuk ndodhi nga rastësia ose thjesht nga mjekësia, por nga Perëndia. Kështu që mos i harrojmë këto gjëra, janë eksperienca të cilat na ndihmojnë të besojmë më shumë dhe t'i afrohemi besim Zotit dhe kishës, por duke mos lënë më një anë mjekësinë. Kleri ortodoks në imitim të Krishtit
nuk u shmanget të sëmurve, përkundrazi sipas betimit që ka bërë tek Zoti. Ai më shumë se mjeku që bën betimin te Hipokrati, duhet jeti i gatshëm të shërbejë sëmurve në çdo rrethan, duke çuar shërimin e Zotit tek besimtarët me misteret e uratat e kishës apostolike dhe edhe pse kjo do t'i kushtoj jetën, ashtu siç kemi edhe në rastet e shenjtorëve. Që kisha përdor të tjera ilaçe dhe terapi ndryshe nga mjekësia, na i tregojnë qartë edhe shenjtorët anargjend, që thamë dhe në fillim të bisedës. Për shembull, ne kujtojmë shumë Pantelemonin, 27 korik, ose çiftet Kozma dhe Damian, që kemi në 1 nëntor, siç është dita e sotme, në 17 tetor, në 1 korik, çiftet Kir dhe Joan në 30 janar, ose Shën Trifoni 1 shkurt, Shën Thalaleu 20 mar, Shën Ermolao dhe Shën Samsoni 21 qershor, Shën Diomedi në 16 gush. Pra, këta janë shenjtorët mjek anargjend. Këta shenjtorë, edhe pse kishin studiuar dhe ushtronin shkencën e mjekësisë pa para, prandaj quhen anargjend, ashtu si Zoti i tha apostujve, falas morët, falas jepni, dhe kishte këtu për dhuratën e shërimit, ata nuk shëronin njerëzit vetëm me ilaçe dhe barna mjekësore ose terapi, por i shëronin njerëzit me predikimin e Ungjillit dhe me fuqinë e Zotit, me anë të lutjes dhe bekimit që u jepnin të smurëve. Nga sinaksaret e shenjtorëve anargjend, për shembull shenjtorëve anargjend Kir dhe Joan, që ne kujtojmë në 30 janar, na thuhet se Shën Kiri ishte një krishter i devotshëm nga Aleksandria, i cili ushtronte profesionin e mjekut dhe njëkohësisht shëronte shpirtra dhe i drejtonte te Krishti. Ata që shkonin tek ai i këshillonte: nëse doni të mos sëmureni, ruani nga mëkati, sepse sëmundja është shpesh pasojë e mëkatit. Shëronte trupat me anë të lutjes dhe i sinte në jetë shpirtrat e tyre që kishin rënë në idhujtari. Shën Kiri dhe Johani, bashkëpunëtor, vdiqën si martir të Krishtit, bashkë me Shën Anastasia dhe bijat e saj, që kujtohen bashkë me ata, siç është Shën Theodoti, Shën Theoktisti dhe Shën Evlokia. Në shekullin e 7, Shën Sofroni i Jeruzalemit u shërua nga një sëmundje e syve që patën këta dy shenjtor anargjend, Kir dhe Johan. Kiri i shëroi njëri sy me shenjën e kryqit dhe më pas Johani ktheu tër shikimin kur e puthi syrin tjetër. Në shenjë mjenjoje, Shën Sofroni shkroi dhe një lutje për mrekullitë e tyre. Pra, Shën Kiri dhe Johani rënditen në grupin e Shën anargjend ose mjek anargjend. Kisha u këndon atyre: duke pasur burime o Shën anargjend, dhurojini shërimet gjithë atyre që kanë nevojë, se u bë të denjë për dhurata shumë të mëdha prej burimit të pareshtur të Krishtit shpëtimtar. Se Zoti ju thot si zyrtar të njëjtë me apostujt: ju kam dhënë fuqi kundër shpirtrave të ndyrë, që nxjini demon dhe çroni të sëmur dhe çdo dobësi. Prandaj, pasi keni jetuar mirë sipas porosive të tij, falas morët, falas jepni, duke shëruar pasionet e shpirtit edhe të trupave tanë. Kështu pra, të dashur të krishterë, ne duhet ta përballojmë sëmundjen që e ka shkakun tek mëkati gjyqësor, mëkatet prindërore, mëkatet tona personale, dhe duhet të durojmë në sëmundje, sepse ato lejohen nga Perëndia për të shenjtëruar shpirtin, për t'u përulur, por dhe duhet të drejtohemi Zotit që është mjeku i shpirtrave tanë në kishë që është spitali, që shëron çdo sëmundje dhe lëngat në popull me anë të misterëve të kishës, që është misteri i pagëzimit, që fal mëkatet dhe jep shërim në shpirt dhe trup, është misteri i kungacës synore, që është ilaçi i pavdekësisë, është misteri i evqelisë, që është apostafat për çdo sëmundje në shpirt edhe në trup, por përveç saj duhet të drejtohemi edhe mjekut, sepse edhe atë e ka dhënë Perëndia. Por dhe ku shkojmë te mjeku, nuk do shkojmë sikur shkojmë te Zoti, po shkojmë te instrumenti i Zotit. Prandaj lutemi Zotit që ndriçojë mjekun, madje edhe kur marrim ilaçe dhe terapin, bëjmë një lutje që ilaçet dhe terapia të bëhen instrumentet e Zotit në shërim të trupit tonë. Kështu pra, të dashur të krishterë, le të përdorim këto që na ka dhënë Perëndia, lutjen, misteret e kishës, por dhe ilaçet për të shëruar sëmundjet tona. Dhe nëse Zoti dëshiron që neve të mbetemi të sëmur, sepse kjo është në të mirën tonë, mos të ankohemi, as më tepër mos të mallkojmë, por të durojmë, sepse ky durim do bëhet një kuror lavdie në mbretërinë e Zotit
ku Zoti do premtoj një trup, ku premton dhe do ta realizojë një trup të lavdëruar, ku nuk do ketë as mundje, as vdekje, por jetë të përjetshme. Le të presim me besim ardhen e dytë të Krishtit dhe krijimin e qiellit të ri, tokës re, por dhe trupave tanë të lavdëruar dhe kështu të hyjmë në jetën e përjetshme. Deri atëherë do përballojmë sëmundjen në këtë botë me durim, me besim, me shpresë, me ndihmën e Zotit dhe me ndihmën e mjekut. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim të emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.